Të gjithë mendojmë se I njohim vezët, apo jo? Janë një ushqim bazë I përditshëm. Por, çfarë nëse shumë nga ato që besojmë, që nga ngjyrat verdhës e deri te ato etiketat e bukura në kuti, janë më shumë marketing se sa realitet? E pra, le të zhytemi bashkë dhe të zbulojmë të vërtetën befasuese që fshihet pas vezës së zakonshme. Le ta nisim fort me këtë pyetje. A e keni menduar ndonjëherë se ajo ngjyra e bukur, portokalli, që ne menjëherë e lidhim me një vezë të shëndetshme e plot vjera, mund të jetë thjesht një iluzion? Përgjigja fatkeqësisht mund të jetë po. Po, e dëgjuat sakt. Në industrinë e sotme, fermerët mund t'u japin pulave ngjyrues sintetik për të manipuluar ngjyrën e të verdhës së vezës. Ekziston një menu e tërë me 15 nuanca për të zgjedhur. Kjo do të thotë që pamja është shkëputur plotësisht nga vlera ushqyese. Pra, një e verdhë e zbehtë nga një pulë e rritur në kullot mund të jetë shumë herë më e shëndetshme se një e verdhë me ngjyrë të ndezur artificialisht. E gjithë kjo është pjesë e një problemi shumë të madh. Mjafton të shohim këtë krahasim. Në 1948-ën, një pulë kushtonte sa $30 sot dhe kishte shije të vërtetë. Sot kushton rreth $7 dhe shpesh është aq pa shije sa që I shtohen aroma artificiale që të ketë shije pule. Kjo na tregon qartë se si kemi kaluar te sasia duke lënë pas dore cilësinë. Mirë, atëherë, si t'i gjejmë vezët e mira në gjithë këtë rrëmuj? Hapi parë është të kuptojmë se çfarë fshihet realisht pas atyre termave të marketingut nëpër kuti. Le t'i zbërthejmë disa nga më të zakonshmet. Free range ose rritje e lirë, tingëllon bukur, por realiteti është shumë I paqartë. Do të thotë që pulat nuk janë në kafaze, por aksesi në ambient të jashtëm mund të jetë thjesht një vrim e vogël në murin e një magazine të stërbushur, të cilën pulat mund të mos e gjejnë kurrë. Dhe pjesa më e rëndësishme, askush nuk e verifikon me inspektime të detyrueshme në vend. Cage-free ose pa kafaz është një përmirësim fare I vogël. Do thotë pikërisht atë që thotë, pulat nuk janë në kafaze individuale. Por shumë shpesh, ato jetojnë të ngjeshura mbi njëra tjetrën në dyshemene një ndërtese të madhe, shumë larg çdo gjëje që I ngjan jetës tyre natyrale. Ky term është ndoshta më mashtrues nga të gjithë. Ushqyer me produkte bimore. Tingëllon kaq shëndetshëm për ne, por pulat janë gjithçka ngrënëse. Dieta e tyre natyrale përfshin insekte, krimba, bar. Ti ushqesh vetëm me drithra, zakonisht misër dhe sojë të modifikuar gjenetikisht, është krejtësisht kundër natyrës së tyre dhe ndikon negativisht te vlerat ushqyese të vezës. Dhe ja edhe dy tjerë shpejt e shpejt. Klasa A nuk ka të bëjë fare me ushqimin, është thjesht një vlerësim estetik I lëvozhkës, pra që është e bukur dhe pa plasaritje. Dhe mos e ngatroni kurrë e pasterizuar me e rritur në kullot. Pasterizimi është thjesht një proces ngrohje për të zgjatur jetëgjatësinë e produktit. Mirë, mjaft me problemet e industrisë. Le t'i lëmë mënjan për një moment dhe të fokusohemi te vetë veza, sepse pavarësisht gjithçkaje, ajo mbetet një fuqi e vërtet ushqyese dhe gjithçka fillon me cilësinë e proteinës së saj. Para se të shohim shifrat, është e rëndësishme të kuptojmë këtë koncept. Përdorimi I proteinës. Me fjalë të thjeshta, kjo mat se sa efektshëm e merr trupi ynë proteinën nga një ushqim dhe e përdor atë për të ndërtuar dhe riparuar veten. Tani, shikoni pak këtë grafik. Një vezë e plot ka një shkallë përdorimi prej 48%. Kjo do të thotë se pothuajse gjysma e proteinës së saj shndrohet drejt për drejt në indet tona. Krahasoni këtë me mishin dhe peshkun, që janë në 32% dhe sojën në vetëm 17%. Diferenca është jashtëzakonshme, veza është kampione. Dhe mund të pyesni, po pjesa tjetër e proteinës çfarë bëhet? Ajo nuk shkon dëm. Trupi ynë e shndron atë në glukozë, duke e përdorur si energji, si karburant. Pra, edhe pjesa tjetër ka një funksion shumë të dobishëm. Dhe ja ku kemi një tjetër pikë thelbësore. Kur hahet veza e plot, yndyrrat e shëndetshme të e verdha ndihmojnë në stabilizimin e përgjigjes së insulinës. Kjo është shumë herë më mirë se sa të hash vetëm të bardhën apo suplemente proteinash, të cilat mund të shkaptojnë një rritje më të madhe të insulinës. Por proteina është vetëm fillimi. Magjia e vërtetë e vezës, thesari I saj, qëndron brenda të verdhës. Le të zhytemi tani në botën e pasur të vitaminave dhe mineraleve që ajo na ofron. Shumë njerëz kanë frikë nga kolesteroli të vezët, por ja ku është ironia. E verdha përmban vetë antidotin. Kolina dhe lecitina janë dy lëndë ushqyese të fuqishme që jo vetëm mbështesin shëndetin e trurit, por edhe ndihmojnë mëlçin të përpunojë yndyrnat dhe kolesterolin në mënyrë efikase. Veza është praktikisht si një multivitamin natyrale. Përmban vitamin K2, e cila e çon kalciumin aty ku duhet, dhe vitamin D për të ndihmuar. Është gjithashtu e pasur me vitamin E dhe formën më të mirë të vitaminës A, retinolin.
Dhe gjitha këto punojnë së bashku, në sinergji. Dhe ja ku kthehemi te ngjyra e të verdhës. Ngjyrat e saj natyrale vijnë nga këto dy karotenoide, luteina dhe zeaksantina. Këto nuk janë thjesht pigmente, ato janë thelbësore për shëndetin e syve. I mbrojnë nga degenerimi dhe dëmtimi që shkakton drita blu e ekraneve tona. Dhe lista vazhdon e vazhdon. Përveç gjithë këtyre, vezët, veçanërisht ato nga pulat e rritura në kullota, janë një burim fantastik i acideve yndyrore omega 3, një spektër i plot i vitaminave B dhe shumë minerale të tjera të rëndësishme. Është vërtet një ushqim i kompletuar. Pra, tani që e dim sa të mrekullueshme janë vezët, lind pyetja, si të sigurohemi që po marrim maksimumin e përfitimeve? E po, kjo ka të bëjë me dy gjëra, zgjedhjen e duhur dhe mënyrën e gatimit. Dhe kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. Shumë nga lëndët ushqyese të çmuara në vezë, si karotenoidët për shembull, janë të ndjeshme ndaj nxehtësisë së lartë. Pra, mënyra se si i gatuajmë ka një ndikim të drejtë në ato që përfitojmë prej tyre. Janë një teknik fare e thjeshtë për të bërë një omletë të shkëlqyer. Në vend që t'i rrithni vezët paraprakisht, thyeni ato direkt në tiganin e ngrohur lehtë. Lëreni të bardhën të mpikset pak, pastaj uleni zjarrin në minimum dhe përzieni butësisht. Ky proces me nxehtësi të ulët ndihmon në ruajtjen e atyre lëndëve ushqyese kaq delikate. Po, sa vezë duhet ham? Një rregull i përgjithshëm i mirë është diku te 2 deri në 4 vezë në ditë. Sigurisht kjo mund të përshtatet, ndoshta 1 ose 2 për një person më të vogël dhe 3 ose 4 për dikë më të madh ose më aktiv fizikisht. Dhe kjo na sjell në një pyetje përfundimtare që të vë në mendime. E gjithë kjo histori e ezës na tregon se sa lehtë mund të mashtrohemi nga marketingu dhe sa shumë mund të humbasim kur nuk e kuptojmë vërtet ushqimin ton. Kjo na bën të pyesim veten, nëse kemi keq kuptuar diçka kaq të thjeshtë sa veza, çfarë tjetër në pjatën ton mund të jetë duke fshehur një të vërtet krejtësisht të ndryshme.